General, në këndvështrimin tuaj, duhet të jepej Sazani për investim për resorte turistike, apo duhej ruajtur siç është përdorur vite më përpara si bazë ushtarake? Kjo është relativisht e vështirë, as nëpërmjet një fjalie në përgjigje, as nëpërmjet një ligjërate, nuk do të na mjaftonte koha për të gjetur arsyet për të thënë po ose jo. Pra, do të kesh argumenta dhe në fund pastaj të mbyllet me një po ose jo. Është krejt e qartë që jo vetëm Sazani, por çdo ishull në pozitën gjeografike në mesdhe që ka, është pjesë dhe do të jetë pjesë e lakmuar e të gjithë atyre që kanë mundësi për të ndikuar dhe për ta patur në dorën e tyre. Fillimisht e gjithmonë nuk prevalon ajo për të cilën objektivi final do të jetë. Prevalon gjithmonë ajo që është më pak e kritikuar, ajo që është më e thjeshtë për të detajuar e prezantuar dhe ajo e cila krijon joshjen, fitimin së pari, pra lidhet gjithmonë me turizmin. Kështu që ishulli i Sazanit është një pasuri kombëtare e pa justifikueshme nëse do të merren vendime të gabuara, që do t'i shërbejnë dhe gjithë udhëheqja për mua duhet mendohet mirë dhe të këshillohet me ekspertët e çdo fushë, me specialistët që këtij vendi nuk i kanë munguar asnjëherë, por pse jo edhe me ndërkombëtarët të cilët janë partnerët tanë strategjik dhe na duan të mirën. Natyrisht, për aq sa atyre ju takon dhe për aq sa ne na takon për të biseduar e për të marrë opinionet e tyre. Gjithsesi, nëse nuk do të ketë transparencë 1, informacion 2 dhe mendjet e ekspertëve dhe të grupeve të interesit, cili do qoftë vendimi, për mua do të jetë vendim i mangët dhe këtij vendi do t'i kushtoj, ndoshta nuk do të duket ajo kostoja e ndikimi negativ dhe pasojat për momentin, ndoshta as 10 vite, as 20 vite, as në gjysmë një fjalë. Këto do duken pas 100 apo 200 vitesh. Atëherë kur të dalën në pa, objektivi dhe arsyeja kryesore se kush ka ndikuar që ata të mund ta kërkonin dhe t'u jepësh kaq lirë. Kështu që në këto kushte i përket klasës politike qeverisëse me të gjithë aktorët e faktorët, por e fundit fare mendoj unë, ajo të cila do t'i shpëtonte ata nga një vendim kaq i vështirë, por do t'i shpëtonte edhe nga ndonjë gabim apo faj i rënd që nuk do mund ta lanin ata dhe brezat, është mënyra e vetme dhe shumë demokratike e marrjes së vendimeve nëpërmjet referendumit. Referendumi, si një nga mënyrat më kushtetuese, më të drejta e më afër realitetit, duhet përdorur për vendime të tilla, e cilat politika nuk ka pse t'ja vesh vetës, edhe ajo qeverisëse. Nuk ka pse të marrë përgjegjësi kaq të rënda, të cilat nuk ja mbajnë dot këllçët në zhargon popullor. Kështu që unë nuk do them as po as jo dhe nuk e kam të vështirë, pasi unë nuk jam ekspert universal i të gjitha fushave për të parë në këndvështrimin geostrategjik, geopolitik, të mbrojtjes dhe të sigurisë vendit tonë, të rritjes së zhvillimit ekonomik vendit tonë, të gjitha këto të bëjnë që të mundet në çast të krijosh disa shtylla rreth së cilave do të jenë e do të prevalojë diskutimi për të arritur tek një vendim i cili duhet të jetë shumë i matur, shumë i peshuar, shumë i kujdesshëm, që këtij vendi të mos i shkaktoj pasoja, por këtij vendi të shërbej para së gjithash për të rritur kapacitetet në interes të qytetarëve të vet, të sigurisë dhe mbrojtjes. Pastaj është pjesa e dytë që lidhet me zhvillimin ekonomik të vendit. Këtu duhet prevaloj, mendoj unë, mendimi, diskutimi edhe aq më tepër vendimi i çdo lideri politik, e aq më tepër kur ai është edhe me barrën e përgjegjësisë së kryeministit të vendit.
General, çfarë kujdesi duhet kenë, po themi, protestuesi që të mos përçajnë njëri me tjetrin? Unë mendoj që protesta duhet është e masivizuar, por duhet akoma elementi i parë dhe i rëndësishëm për mua në një protest është pjesëmarrja, masivizimi. Nuk ka nevojë për ligjërata të bukura, masivizimi, prezenca e njerëzve në sheshe flet shumë herë më tepër se çdo lloj oratori, cili do qoftë ky, sepse nëse sheshja është bosh, mund të jesh shumë orator, mund të flasësh shumë gjëra të bukura që do t'i pëlqejnë njerëzit, por nuk do të luajnë rolin për të cilin protesta mblidhet. Ata duhet të ruhen së pari nga provokimet e ndryshme që do të vinë e do të shpeshtohen çdo ditë që kalon, për sa i përket strukturave nga shteti, për sa i përket organizimeve të ndryshme edhe nga jashtë, mund të përdoret, mund të shkaktojnë incidente, të cilat do ta dëmtojnë shumë protesten, po të gjitha do të dëmtojnë qëllimin dhe objektivin e vetëm të kësaj proteste që unë e quaj një, dhe të gjitha pikat e tjera janë të lidhura pasgjithësisht me këtë. Largimi, dorëheqja pa revokueshme e kryeministrit Edi Rama. Pasi ai është shkaktari, ai është përgjegjësi, ai duhet të jetë i përgjegjshmi në këtë rast për të mos e zvarritur popullin me tutje, për të mos ja shtuar dhimbjet e pasojat, sepse më kujtohet dorëheqja që ish presidenti i kohës Indjeri Ramiz Alia me protestën e Valiasit edhe u shtu pastaj u bashku dhe Tirana me te, tha çfarë kërkojnë këta? Dorëheqjen tuaj. Dhe unë tha, përbarë popullit kam gjën më të vogël që mund të bëj si shërbim ndaj tyre. Dhe dha dorëheqjen. Nuk është se Shqipëria ka ndryshuar e ka kaluar shumë udhëheqës të ndryshëm me politikan e qeveritar. Nuk mund të them unë sot që jam unë këtu në pozicion fiks që po t'iki unë nuk funksionon. Jo. Këtu është i pagabushëm dhe i përhershëm se po flaste pjesa e besimit është Perëndia, ne të tjerët që jemi njerëz human, qenie humane, nuk jemi perfekt, jemi të prirur për të punuar e kur jemi të motivuar për të realizuar ato çfarë për të cilat ne kemi investuar si në arsimim, kualifikim e eksperiencë pune, por askush nuk mund të thotë që po i ka unë u bë çameti. Jo, të tjerët me siguri do të dinë të rinjët reja që janë kualifikuar e specializuar dhe kanë, si më themi, kanë prosperuar jashtë vendit, marr eksperiencën e vendeve ku ata kanë shërbyer, punuar jashtë vendit, kanë bindjen plotësisht se ata janë e do të jenë të rinj që do ta marrin Shqipërinë nga stadi në cilin ndodhem e do të ecë përpara për të qenë pjesë dinjitoze e familjes së madhe evropiane. Nuk mundet 40 vjet, 50 vjet, dhe për mua parlamenti shqiptar dhe politika shqiptare që e ka uzurpuar dhe lopata e fundit që i hodhen mbi varren të ashtu quajtur demokracinë në Shqipëri ka qenë vendimi edhe shemja e kushtetutës me një bashkëpunim brillant mes zotit Berisha e zotit Nano për atë çfarë gëzojmë dhe ne sot. Pra, kodi zgjedhor, organizimi, prishja e koalicioneve parazgjedhore, listat e mbyllura, dhe kjo ka sjellë si shkak që të mos dal kandidati për deputet për institucionin më të lartë të shtetit shqiptar, për parlamentin shqiptar, të mos dal përballet e shfaq idetë e tij, mendimet e tij. Kush është? Ta njohin qytetarët. Qytetarët për fat keq kanë më se të pakën nga 2008 që vazhdojmë të votojmë vetëm kryetarin e partisë. E në këtë formë për fat keq ka vdekur edhe pluralizmi e demokracia e brendshme e dy partive të mëdha, si Partisë Demokratike ashtu dhe Partisë Socialiste. I kanë vënë, unë të paktën kam eksperiencë dhe para 90-s,
edhe në kualifikim, edhe sistemin e njoh, por edhe në detyrat ndryshme që kam kaluar, po e them me bindje që po ta krahasimisht me sistemin e partisë punës, partisë që ishte para 90-s, këta janë më arrogant, më të paaft, më hakmarrës se sa ka qenë udhëheqja e mëparshme. Këta nuk hezitojnë të dalin në media, edhe në publik, të përdorin një zhargon të paimagjinueshëm fjalori. Po si mundet njeriu që është publik nuk mund kurse si, se nuk është më vetvetja, është përtej saj, përfaqëson dikë, përfaqëson shtetin, përfaqëson partinë, dhe në momentin që ti, unë, kushdo tjetër bëhemi një publik, duhet majmë përgjegjësi për ato që themi edhe nuk mund të përdorim fjalor prej rrugashin. Edhe unë tani që flas, edhe kushdo, me çdo media, cila do qoftë ajo, duhet jeti kujdesshëm se prezanton s'pari veten, personalitetin, dinjitetin, dhe detyrimisht nuk është e drejta askujt që të fyej, të shaj me fjalor prej rrugashi në televizion, në media, ku do qoftë, ashtë përballë publikut. Se i cili ti do qoftë është qenie humane dhe përballë ti ligji duhet veproj i barabartë, edhe për mua, edhe privilegjet janë të përcaktuara, sepse të ardhurat, financat e kryeministit, e presidentit, e ministrit nuk janë të barabarta me një pensionisti. Ky është privilegji, por kjo është edhe përgjegjësia paralelisht. Prandaj duhet të tregojmë të kujdesshëm se nuk jemi ne ata që do të përcaktojmë se çfarë personaliteti, karakteri e kush jam unë. Jo. Nëse je, thuje në vendin e dur. Nëse nuk je, mos merr atribute që nuk të takojnë. Se në vend që të dalish nga një e keqe, vazhdon zhytesh akoma në atë llumin e interpretimit të një fjalori që gjithmonë për fat keq nuk duhet ta shpreh atë pjesën e fjalimit që pat majt dikur zonja Grida Duma në parlament e ju drejtu kryeministit me atë fjalorin që tha kur sistemi i tretë është në kokë, tha mund të ndodhë edhe diçka tjetër që unë s'ma ze goja ta them.